A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Vazhdojmë me derset Shifai Sherif. Mirë po, me sa duket javën e kaluar, aleikum selam. A dersi jem pak më i qartë, aleikum selam, bujru. Nuk e dim, ndodh dhe njerë, apo dersi koncentrimi, ajo kjo. Në çështjen e borxhit xhamat edhe njerë nuk e duheshka me u qartësu. Tham, nëse një njerit i kemi dhanë borxh, se jo vesh një disa vlezër, se ne kanë kuptu, ma pa më parashtron pyetje edhe në telefon më thirën, e kështu me rath, sa një njerit po i dha e borxh, duket në ders shkjo, am ka hika, unë se e di, me nive e thash, ama atë qetrën e thash me zamat nalt, këtë nuk e ngjumë duket. Nëse e kemi dhanë borxh filanit, edhe jemi marrë vesh për një datë të caktuar, pasi të kaloj ajo data, vlen ato kërcënime që i thash dersin e kaluar. Do me thash shkuet gjyna çdo luks i tepër që e bësh, për derisa nuk ja kthesh. Derisa ky person, themi deri 2027 ka dhënë afat, ta ka bo do me thanë halal, ti veç ke kujdes mas 2027-ës, duhet mo ta kesh pastruar atë borxh. Bile, mo e ngatrojmë ta shtemon ala ma keq, ama ka të drejt edhe para se me ardë 2027 atë të lipe prapa të pare. Mirë po nuk o sjellje e mire muslimanit. Ama ka të drejt xhamat? Ka të drejt. Tamam. Mirë, besoj se kjo temë u kuptua, më thujni hoxha, mo jam tek besh se traku bol 2027 të vejnë, apo vadle i vejnë, kalojnë vjetët. Allah, ja Rabi, bojnja këtë dua xhamat, në fund namazit pejgamberi a.s. e ka bo këtë namaz. Çka te kom qif, mas jatësie jom i lirë, e di se spret kërkushi. Në shpinë do shta presin, ama ne presin atë, që ashtu u shkoj jetë atin e të prejt. Ama shif tash bëhet pak si një muhabet, qajmë derë, se këto janë problemet tona që ekzistojnë. Allahumme inni eudhu bike minel me'themi, wal megrami, ka thënë pejgamberin, bas çdo namazit fars, para se me dhanë selam, këtë lutje e ka bo, që ka edhe filim kjo lutje, po shumë e gjatë është, të thëmë këtë që ka të bëj me që këtë temë, para se me nis dersin. O Zot, më mbron nga çdo gjynaf dhe nga çdo borxh. Do me thënë, ja Rabi, më lejo të bije në asi situate që të marrë borxh. Se gajle është xhamat, gajle. Nuk e ze njerin gjumi, nëse jemi musliman. Atë që e ze kollaj gjumi pasi të ketë kalua jo data, do me thënë, nuk e kuptoj ka bash mirë fen islame. Tamam. Mirë, tash dhe vazhdojmë me një temë shumë e ëmbël, se folim për gjërat që thonë që pejgamberët i kanë posedu, ne njerëzit e thjeshtë. Si kemi posedu, po thot tash dhe jetë një temë që ka të bëjë me akhlakun, me sjelljen, me moralin, me karakterin e pejgamberit, a.s. Mirë po dëhyje pak edhe për ka pejgamberët tjerë, se dhe atë e kemi pejgamber. E ngjarjet e aty në sikur pak se janë lanë anësh nga ymmetet e veta, nuk kanë pas muhaddith, s'kanë pas imam Bukhari, s'kanë pat imam Muslim, edhe u prishë në feja atyne, po ma e keqja, s'kanë ardhë lajme dhe informata të nevojshme që të na ushqejnë tanë natën bajmë ders për ato. Shumë rrallë, edhe ato rivajetet ma pa për e thumë, wallahu alem, kush e di sa sahih është ky rivajet. Tamam. Mirë, tash fillojmë me një temë tjetër. Thot Qadi Iyadi, sa i përket, thot, tipareve që mund t'i përfitojë njeri, këto në sjelljet bukura që mund t'i përfitojsh. Sigurisht që edhe dietarët, e ne filozofët, çdo njeri i mençur i lavdron thot të paktën njerëzit që e kanë një sjellje të bukur. 2 sjellje hala më i mirë, 3 e ku mo ti posedosh gjitha bukurit e akhlakut e sjelljes e moralit. E ky është pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. E ky nivel i lartë arrihet vetëm me dhuntin e Allahut xhelle xhelalu. Tamam, është një temë që mund të arrihen ato me punu, mirë po te pejgamberët nuk o me punë. Allahu Teala në natyrë ua ka fal atyne. Sepse thot, husnul huluk kanë pas pejgamberët, sidomos pejgamberi jon, akhlak të bukur, terbije të bukur, sjellje të bukur, e çka është ajo t'japim një definicion.
Sjellje e bukur, shumë i sjellshëm ki. E si bie violinës, nuk ka kjo sjellje, apo? Sjelljen dhe vendose sheriati. Sa i sjellshëm, apo i si flet me gratë. Sa i sjellshëm me gratë. Nuk duhet me fol me gratë. Sipas sheriatit ton, çajo sjellje e mirë. Tamam? Ama jo dhe ta teprojmë, apo tash doli një shok, themi me dëni të fejumen, apo me dëni vajsteze, vajshale. Si jeni ajni mirë, e naj për të mirë. Qka qëma? Që kjo sjellje? Ta qëllish në staj gjim të hati, nuk o sjellje e bukur kjo. Tamam. Ha, ne shqiptarët jetër me një rreth më të ngush, kejtë e njofim në qetëri, njetet këqia s'kemi, elhamdulillah. Mirë po sjellje e mirë dhe sjellje e keqe, e definon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E thot Kadi Jadi, sjellje e bukur është el-i'tidal, me qenë i baraspeshuar, fi quwen nefsi o e usafiha, në fuqin e nefsit dhe tipareve të ti, të shpirtit dhe dish si ta menaxhosh shpirtin dhe atë nefs që e ke atë ego brenda. Dhe thot me qenë mesatar, as mos me teprut shtire shumë i sjellshëm të çkeli njerëzit, ama pa i mallkosh shpin bas, e shajsh, i folis mbas shpine, ma kesh shpine në gjyna. As edhe mos u shtirë shumë i buët e të çkeli njerëzit, po as edhe mos u ban shumë arrogant, nervos, kryelart, që thuj njerëzit aman kanë adul ki për para. Thot, kitë që këto të bukrat, i mbledhte akhlaku, terbia e pejgamberit a.s. edhe atë alel intiha në kulminacion dhe në kemal në përsosmëri. Tamam, aje ka pas maksimumin, se vetë Allahu Teala në Kur'an e ka lavdruar, wa inneke le ala khuluqin azim, ti me të vërtet je në një akhlak, në një terbije, në një sjellje shumë të madhe. Hazreti Aisha radiallahu ta'ala anha e sqaron tash këtë ajet. Me të vërtet ti je në një akhlak shumë të madh. Ti je në një moral shumë të madh, thot Allahu Ta'ala në surën Qalem për pejgamberin alayhis salam. Hazreti Aisha kështu thot: "Kana khuluquhu el-Quran." Sjellja e tij, morali i tij ishte Kur'ani. Do me thënë, a dush ta shohësh Kur'anin për së gjalli, si hec, si flet, si sillet, si reagon, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Yerda bi ridahu, ai bëheshte razi sipas Kur'anit, u yaskhatu bi sakhatihi, dhe nervozoheshte sipas Kur'ani Kerimit. Do me thënë paska, edhe ti jesh njeri i përgëzueshëm, i but, i mirë po dënjerë duhet bëhesh i keq. Në ato vende ku duhet bëhesh i keq, do thotë je bo njeri i mirë. Pejgamberi alayhis salam shifte një gabim fen islame, bëheshte njeri më agresiv, e në bërtitte sa sahabët thoshin zamat në të kemi ngju. Me maksimumin a'la sautihi, me zanin më të nalt bërtitte. Ama kur dëgjon të dëni lajm të keq apo dëni gabim shumë të madh. Ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam: "Bu'ithtu li utemmime makarim al-akhlaq." Jam dërguar unë që ta kompletoj, me e bot tamam, halis si duhet, me karim el akhlaq, sjelljet e ndershme dhe të bukura. Prandaj ulemat kanë thënë, pejgamberi alayhis salam me që e ka këtë në nivelin më të lartë, në kulminacion, sjelljen e bukur, akhlaqin e bukur. Do të thotë, çka ka bë, ai ka qenë më e mirë. Po u mundu dhe kushit bëhet edhe më i mirë, saj s'ka më nivel, ma tutje, dhe këthisht e posh. Mbrapsht. Do me thënë, kur mundohesh ta kalosh pejgamberin, bëhet noksan like. Për qatë pejgamberi e ka fal 2 reqat, ose 4 reqat, një sunnet, taj nuk mund të bësh 5, nuk mund të bësh 6. Farzin e atësisa e ka fal 4, nuk mund të bësh 5, 3 po se po që së ne bësh. Thënë, ma posh si e kuptim. Po edhe ma para se pejgamberi nuk guxojmë medal që kësa i thunë edhe, bid'at. Pejgamberi që këtë nëse e ka bo, që aty do ndalemi. Mos hymë shumë detaj, ama të kemi kujdes, të kemi kujdes. Pejgamberi alayhis salam dihet, dhe të në logika e shëndoshin i gjari të ri musliman. Kër e shet një video në ders, si këtësejnë, e valzojnë, e shajnë, e pisklojnë, Ebu Bekri, dhe mund të bëjtë atë? Atër thujshë. Me njerë zemra, nefra i thujnë arabisht, nefra, ndjen një indiferencë dhe asaj pune. Thujshë, zinxhira, ku e di, shpatën cëlli 3 vjeçar, shpatën balë, kitë gjak, pse pas ka vdek ka ditë Hazreti Huseini. Po pejgamberi alayhis salam vdiq, Hazreti Huseini ma shumë e dojtë e pejgamberin se ti që e dush,
Hazreti Husejnin. Ai nuk I ra vitit në shpatë. Tamam. Prandaj këtë thojon bid'ate. Lidhje me këtë, do me thënë jam dërguar për ta kompletu sjelljen e bukur, pejgamberi a.s. ka thënë, shembullim me pejgamberët tjerë është si një ndërtesë shumë e bukur. Njerëzit që kalojnë për asaj habiten sa ndërtesë e bukur qenë ka kjo. Mirë po ka vetëm një shprastir, një tullë. Dhe unë erdha, e shtina atë tullë në vend dhe mos ka kusht të shtohet diçka. Ajo ndërtesë e simbolizon fen. Këtë pejgamberët e banën vazifen e tyre. Erdhë pejgamberi a.s. me vu bashat gur që u desht në vend. Prandaj edhe neve, si thot Allahu Teala, va kam kompletuar fenë. Që kjo është xhamat. Sjellja e bukur, si e ka bë pejgamberi a.s. Si është ul ai, si është çu ai, si ka hec ai, si ka fol ai. Hazreti Aisha I qortoi pak sahabët. Tha unë burrë kisha. Pa I nuk folte be kështu me zat nalt nders. As nuk pisklojte, e as nuk folte qatë shpejt si ju që folni. Ka dale folte, fjalë për fjalë folte që tjeti kuptueshëm. Ja del një mësim. Që kjo është perfekt. Për neve hoxhallarët flasë. Ti e djali I ri, dhe e shojmë pejgamberi si e ka këshillu në një djallë të ri. I ka thënë martohu, mos ri shumë gjatë beqar, nuk bën. Ati që, preve këtë gjinafin e qëlleni. Nuk e pata një jetë. Apo, çka ka thënë pejgamberi çashtu? Do silesh me nanën mirë, në rregull. Do besosh se ndër kam të asaj xheneti mirë. Ama Musab ibn Umerit I tha, hik pi nanës tande. Ai nuk ka për të kanë nana ajo. Ajo ka na virane. Ajo ka na shtrige keqe. Shif. Po mo be pejgamber se nan, taj na mësoj që haki nanës, e po që, e din ku duhet nan, ku s'duhet nan, tamam. Ate, ky pejgamber, nëse ka thënë mjekrat, shkaq, nana në shpinë, ta bon, na I lem rahat lutem. A me të lutem, si Hazreti Ibrahimi. Ja e beti, o babe I dashur, pse be I bësh këtine putave ibadet? O qafir, pse I bësh ne? Jo, tamam. Babe, kije, o babe, shirki ka bëj, babe I pejgamberit ka bëj shirk. Ja e beti thot, o babi dashur. E te kur I thëshoj nane dashur, lembe rahat, se dil pak shefi rinia me farpunësh miret për jash, a dushen e unë të mire me ato punën të të bëj rizil, e në mos kjesh ftyr të më pranush në shtëpi, e jo dhe those gjali nanës, atë lem rahat se kjo mjekrat pak të në më ruan për aty në punve. Vallaj be gjemat, kalzojnë për një hoq ka kanë, zhimi hoqë. E mbrejta unë e shumë pak, kur më shefte mu, si me e pa dëni, hoq, hali ati hoq, rizil. Muabet në bas muabeti, hoqë, e më farë lokali është hinte, ama kur hite, e hiqte tërlejkin. Sheft, tërlejkin nuk letë hiq në ato vende. Duhet ta hekish tërlejkin, pa të hiq në ato vende. O I nane dashur, a dushen unë bojmë gjemati ati hoqës pa mjekërën pa tërlejk, tash e stakfirullah për keq kuptime, ka në hoxhallar shumë takva, pa mirë, nuk bëjmë përgjithësime kështu. A dush bëjmë xhamati ati, nuk gjali nanës se nëse në bosh, ka vdek. As në xhenaze si shkova, as në pjekje nuk I shkova. Mirë. Hazreti Enesi radiallahu ta'ala anhu tregon se pejgamberi a.s. ka qenë njeriu me sjelljen më të bukur në botë, dhe kjo është vazhdim I hadithit ku tregon rastin për vllaun e vet. Ka pas një vlla më të vogël Hazreti Enesi. E kanë quajt Eba Umeir. Ebu Umeir. Ma kur dhe thirish ja, atër duhet të bësh Eba Umeir. I ka vdek një trumcak, ka pas një zog të vogël. Ne I ka vdek. Pejgamberi a.s. e merr vesh. Gjithaj pejgamber, gjitha të obligime, angazhime, subhanallah. Buk s'ka pas buk. Unët kanë det njeri. Nuk ka shku të gjithë një punë. Jo, duhet shkuj të piqem, një fëmis I ka vdek plumbi, unë se ne kuptoj këtë akhlak. Se ne mbrim gjemat neve këtë. Ama barem kur dja plasi shtopin gabimisht, shko blia një top qetere. Që këtë e bona, edhim për qatë mund rahat të tha. Kur më panë se unë e sën të mshajnë, topin ja preke, ja, vërdal. Kur më panë se unë se diktova hiq, kur ja bonën, kur e shof topin va kom shkel me rap. Me njerë që aty gjika në qarëshi. Habe o që s'duhet, shkova va bleta, elhamdulillah, tamam. Barem dëkon nga të pejgamberit. Edhin, për atë plumbi vogël,
ta njetën be xhamat asaj. Ta fëmijët mund të kese dëni mat, apo dëni klish, qeni nuk o mira, ma hajt, sa ta mësoje pak atë mëshirën e Allahut që ja ka dhënë në zemër njeriut. Ne ushqeje dëni hajvanat pak, ta fitoje atë rahmet në zemër. Ama për atë ka shumë vlerë. E kom të regum duket nderse këtë, po, për derse vetë pare. Ndeshje, me veturu, fugam për në malit e poshtë. PlayStationin e kisha aty xhamat. Raba kësha u athkej, unë dal ka dera qeter se këta, me qel derën dëm pa e ke PlayStationin borë. A kina rapi udhe, ka udha e sharit këndi, ka Kosova erdhëm të. Në atë moment, në atë gjendje e kujtoj PlayStationin. E tash kujtoje se në gjallë jotë, a telefon tash aja ke marë, ka shumë vlera jo. Atër dhe mundohesh gjish metoda, ose pin zero hiq, ose ma isi ja ke marë, duhet shumë metoda, apo modu se gjim, pak të luje, pak t'ja hekim, pak të luje, pak t'ja hekim. Shumë me njerë t'ja marim, tak, e preken tel e vlatin. Ja pejgamberi a.s. shkon piqet, neve në vdesin antarë familjes nuk shumë piqemi. A, besë më mërzitet, i lodhët jo. Ku ishim? Po, pejgamberi a.s. ka shku dhe i ka thënë, ja Eba Umer, ma fealen nugajr. O Eba Umer, qka ndodhi me këtë trumë cako? Ka pat rejskin të fole me pejgamberin a.s. Kush e di ta njetën që këtë gjarje ja ka të regu fëmijëve të vetë, nipa vetë vetë. Sa ka artë edhe deri te neve. Këtë të regon zëten vlau i ti, Hazreti Enesi radhiyallahu ta'ala anhu. Edhe ne të mundohemi xhamat. Fëmijëve me vabo qefin. Ta kuptojmë se atë loj që e lunë atë moment. Ape donë tash të boje me brum, donë të boje diçka. Lebe le boje pak. Po hoxho israfi, lebe israfin e kitë pëjmë cigare, israfi i fëmijës tanë kanë betë. Lene. Durojmë pak, sa të bafitojmë zemrat. Ulemat kanë thënë, njeri e ka din, e ka fe atë që do me zemër. Ti e tash hoq, je haxhi, je mubarek, rresh me xhlise, rresh me hoxhallar. Gjali jot po të deshi automatikisht bëhet musliman i mirë. Fëmia po të deshi ty si hoq, si mualim, automatikisht kref ma shumë ka feja islame, ka xhamia, ka namazi, ka tespajt e kështu me radhë. Dhe elhamdulillah më gëzon fakti, do prindër, do njëra e qetë si ret fëmijën e vet, am tregon telefon, namazin e sabajt as gju, e ka falë, apo. E ne ma qonë mu, foto, shife, hoqo, Allah i razi, ndoshta une jom bo, sebeb. Për qa duhet me pat shumë kujdes. Ama le të kemi edhe kujdes ne qerët. Flasim për sjellje të bukur, apo. E kanë qif njerëzit që këtë sjellje. Që këto hoxhallarët, o ti me janë bjell një uretje ndaj hoxhallarëve, kush dhe bindeve atë vlatin tanë namaz të fali. Tamam, thash edhe unë e shifras në gjenaze, nuk i kom shku. E tash, tamam, këto hiqë janësh. Më gjithë të hoxhallar që shërbim për dinin e Allahut, e gjali jem gjaliot, vajze jem e vajzeot, e po si deshi hoxhallarët, dido se këngëtarët. Pa keq kuptimit. Dido se aktorët, e dhe imitoj ato. Hoxhën e don e falsabajnë. Hoxhën e don vajnë xhamit lexoj Kur'an për shembull. Po duhet me qenë shumë me kujdes. Jo një gabim i vogël që se dihen a quhet gabim be xhamat. Të le njeri me vetur, se bie shi, ta marrish veturën tënde ku e ke parkir. Sa kushton vetë, sa zgjat njeri ta çele derën, zbrese e në typen veturën e vete. 3-4 sekonda ndodh xhamat. Haj 5 sekonda që me fëmijë të vogël e çel dollapin një gucë tjetër. Jo agjallarët na dilni për para, po ku të dalë apim bastë? Para të dalë normal. Gjitë bëj, e parkiri veturën njeri. Mëse në dirë, stakfirullah. Abi jahudi me qenë, normalisht edhe presish duhet zbrese për veture, tipet e veture e vete. E ka pru njeri me rap. Qa që bile sabër? Do me thanë, ki nuk donë të të shofe gjallë ty, ki donë të të vdesish, mos jetojsh. Se di, flasim, sjellje e bukur. Pejgamberi a.s. na ka mësu. Allahu ta'ala në Kur'an thot, lejbe gjahilët, warid anil gjahilin. Leni be këthe ftyrën, vazhdoj rrugën tanë, qashtu e banë. Nuk shkun një sekund, një fmi qëtër. Hoxha besi, mërthën për qafoj. E tash ta kisha bo atë tipar që e kom pat ma herët. Kujt betej. Traumatit voglit. Shifar dami di kisha bo fes islame. Ai ku e kupton se aty plet dë një gomar. Ai nuk e mur vesh kam tha. Fmijaj. Bona kurse se shof këtë, Allah im shpërbleti, me njerë mbas një sekunde. Hoxha besi im, erthen e më përqafoj. Elhamdulillah. Neve për që këtë generat jetojmë gjemat.
që këtyne të vambjedhim një dashni për Allah, për pejgamber, për evlia, për ulema, për xhami, për Kur'an, për sunnet. Tamam. Hiç. Ama mos se rrezikojnë shumë e shumë, se njerit ka një mjeni që në hale. Jeme atë voglin, mund të kape jo krenaria e prindit, apo babje, të të ofendoj dëkush. Mund të kapish në një spoj, ma pa e mata. 1 metër e 1 zhilet, një shkop ishte. Shkap. Dersin e fundit, thashen e pak 100 kg. I na marrë me sport, a i halam provocirën në tej me lafe. Stakfirullah. Jash, larka asaj këtë e thonë për shaka, po mund njeri dë njerë edhe t'i vje deri këtu, t'a prishe ma për edhe i sjelljen, Allahu në arrujt. Allah ja rabi në arruj. Mos bim pre gjahilve, mos bim provokimin e myshrikve, ignorantve, qafirave, munafikave, zgjit. Pejgamberi atere ka pas në thojza ma kolej se Allahu Teala thot, leni myshrikët, leni gjahilët, ky nuk o mushrik, ky vjen xhuman me ta e fal. Kot sulmon me fjalë, sulmon gojarisht. Nese. Nuk është mirë edhe shumë me bo, me dije si hotë si jon prek, nuk u preka shumë, po se erë tema, se të bije mapa e në e vlera e hoxhaleki, duhet pikta me hi, pikta me dal. Këta unë i këshill matrive hoxhallar, më u bojni si unë, dhe më bajni këto në përderse në përgjemate. Lije, mos u anko. Nuk e thash për ankes, ama prap t'ingluj si ankes, Allah i sabër në dhasht. Pejgamberi a.s. Kur ka dal nga shtëpia, e ka bojnë që këtë lutje. Ja, sjellja e pejgamberit. Inni e udhubike, minen e gjhele, ja Rabbi, kërkoj mbrojtje, mo bohem unë e gjahil, we en u gjhele aleje, dhe mos më bohet mua dhe një gjahillek. Që të dale parë dhe një idiot. Se kisha bo, moti se kisha bo, këtë duat që, për qatë duket kohët e fundit këto raste në u shpeshtun, duket atër, me njëherë, nesër në sabah sa dalin për shpije, Allahumme inni e udhubike, minen e gjhele, u gjhele aleje. Amin, Allahumma salli alaihi. Mirë. Do me thamë pejgamberi ka qenë njëri me sjelljen më të bukur. Mirë po, ulemat e vërtet, ulemat e hakut të ehli sunnetit kanë thanë, çka është nivel të nalt që kanë pejgamberët, kjo mund të jetë vetëm e vendosur nga ana e Allahut në natyrën e atyne. Nuk e kanë fitu këtë me dëni përpjekje apo me dëni metodologji që si tregohet se në për histori do ulema, do evlia, apo edhe kallëzohet në pifeve qera, kanë dejt unët, ku e di e kanë poshtat nefs, edhe i kanë hek do tipare të këqia njerëzore. Pejgamberët, qysh në natyrë, e kanë pas këtë. Dhe tash do japim disa shembuj nga Hazreti Isa, Hazreti Musa, Hazreti Jahja, Hazreti Sulejmani, e kështu me radhë. Allahu Teala për Hazreti Jahjan thot: "Wa ataynahu al-hukma sabiyya", ne ati ja dham hukmin, do me thanë pejgamberllëkun, qysh si fëmijë. Mufesirët e vërtet të ehli sunnetit kanë thënë, Hazreti Jahjes ju dha dia e qitapit, do me thanë të Teuratit, Hazreti Musës, qysh kur ishte fëmijë, do me thanë, tamam, pejgamber ka qenë mirë, po nuk ka ardhur me qitap të ri, e ka ditë qitapin e pejgamberit para prak. Imam Ma'meri, kush e ka emrin? Si e kje? Muhammed. Po, një hë, gabim po. Ma'mer, thot, Jahja, a.s. ishte 2 apo 3 vjeçar, kur Allahu Teala ja dha këtë dije. Mirë, po disa dietar tjerë kanë thënë, jo, qysh si ka lind nga barku i nanës, i ka posedu këto dije dhe këto bereqete të pejgamberllëkut. Dhe një ditë, diskutohet me ulemave, i ka pas 3 vjet apo 8 vjet, kur i ka pa do njerës duke bo ibadet, do musliman në atë kohë, më thanë, thojza jahudi, ama të asaj i vaktit, sheriatit të Hazreti Musës. Tu bo ibadet në Mesxhidi Aksa, dhe habitet shumë, i le shumë për shtypje, si qatë gjatë të bëjnë ibadet. Dhe tu vrapu shkon në shtëpi, tu ardhë në shtëpi, të boj edhe ibadet atë mare abdes. Fëmija po. Ishe do fëmi të lagjes të lujtë. Topi, shkoj a gjenë. A kje 3 miliard, një satë, kanë tërë, ku e di gjë, këto. Lime la tel ab, se nuk vishe dhe ti të lush me ne, tha Hazreti Jahja, me një rivajt 3, me një rivajt 8 vjeçar. Eli labi khuliqtu, a për lojna jam krijuar. Fëmija e thotë, ja Rabbi, këtë së ne presim për fëmive tonë, të pak të një Rabbi, ma pak luj, ma pak të lujnë,
ma shumë t'i përkushtojnë ibadetit edhe ahiretit. Nuk ngjojnë fëmijët tonë për ahiret kur zogje ma. Vallahi nuk ngjojnë. Në shtëpi, telefona. Pi prindve që edhe unë dhe fuz vetën aty. Ajde futballi, filmi, misafiri, gurabia, çaj, ajo kjo. Njoni nuk tha Allah pejgamber. Rat fleje me telefon dorë, normalisht, ato TikTok-a, gjëhet videot. E zu gjumi, u zgjun sabah në shkollë. 4 saat, 5 saat, 6 saat, njoni nuk tha Allah, njoni nuk tha pejgamber. Dul nga shkolla, shkojnë kurs matematik. Askush nuk tha Allah, askush tha pejgamber. Shkojnë shkollë të muzikës, shkojnë futbol trening, shkojnë volleyball, shkojnë basketball, shkojnë andej, shkojnë këndej. Hoxhë së nerdha në xhami se kisha kurs, po veç këta u do thosë se do kushi Allah pejgamber. Hajde pak më seriozisht ta marrim këtë punë. Hajde pak më seriozisht, se çe i bënën vjetët. Kush e di sa veta pi këtu, ose keni haru, mo ofendoni se jemi vëllezër në din të Allah, ose kemi haru leximin e Kuranit, ose u kam betë se keni bë hatme asnjëherë në jetë. Pse? U dhe shkojsh kurs matematik. Në atë kursin e harrove, 7-8, 9-6, që të përri ngatrojshim, hala i ngatrojmë. Kurs kemi shku, s'ka faj profesori, prindi të ka çu ty, aje ka dhënë detyrën e vete, e ka bo. Halal e ka i rogën, s'ka problem në atë aspekt, ato nuk i kritikoj. Neve veten, hajde pak më seriozisht ta marrim dinin e Allahut edhe ahiret. Allahu Teala thot surën Ali Imran, ajeti 39, për Hazreti Jahjen, musaddiqan, ai do jetë që do t'i besoj bi kelimetin min Allah, kelimes së Allahut, fjallës së Allahut. Kush e ka këtë lagap? Kelimullah, Hazreti Isa a.s. Se u kryua pa bab. U kryua pa bab, Allahu Teala tha, kun, bëhu, edhe u bëhu. Shif me fjallë. Saddeqa Jahja bi Isa, wa huwa ibnu 3 sinine. Kur i kishte 3 vjet, i besoi Hazreti Isës, tha po, ti je pejgamber, dhe tha ti e kelimi Allah dhe ruhi i ti. Dërsa do djetar qërë kanë thënë, jo, hala ma herët, tu qenë Hazreti Jahja në bark të nënës. Shka ishte tema? Sjellja, akhlaki, morali, bukur i pejgamberve. E tash disave, thënë pejgamberve, u jipet kjo qysh në natyrë. Thënë, është sjellje maksimalisht e bukur me i besu pejgamberve. Ana sjelltës, sjellja ma e keqe në botë është mos me i besu pejgamberve. Allah e ka që të i si besojsh. Asni gabim nuk ka bë, të i si besojsh. Sjelljet më të bukura ti ka paraqit, të i nuk i besojsh. Do thonë, ti qenë ka i problemi, Allah i na rujt. Disa dietar kanë thënë, jo, tu qenë qysh në bark të nanës i ka besuar dhe këtë e ka dëshmu nana e vete. Nana e Hazreti Jahjes, kur i tha motrës së vete, Hazreti Meriemit, mashallah. Do me thënë, Hazreti Jahja me Hazreti Isën, gjemteze. Të është kë e gjalteze. Pejgamber gjalteze. Ama Allah i e din se e du shumë, e në ta e du shumë. Ska lidhje ta gjithë bëm. Se na i mund të those, po e në unë të shekom Hazreti Jahja në gjalteze. Po. Elhamdulillah që i kemi. Allah i na i rujt raportet familjare. Amin. Thot nana e Jahjes, shifë shfar muhabet e shbëjnë 2 motra. Ta është këtu, një vërejtje, nanave, tezeve, këshu me raqen, telefon, që ju se shefni, unë këtave mbaj stopericën, sahat. Shonë kuzhin, telefonin, kamer, gjithi. Mapa, kur shkojnë, host kompam moti, për dit në kamer, që atë bëjnë i muhabet. Për dit në kamer bëjnë i muhabet. Ka 3 saat, 4 saat. O, duhet, urgent, oj, no, ma frek, ja, zonët telefoni. E dish, e therish tezen e në asaj zonët i atër, e dish. Po shqyqyra Allahu që janë. Allah i rujt me saglëk, me iman, gjitha tezet edhe nanat. Amin. Që 2 motra bëjnë muhabet, thot, inni e gjidu ma fi batni, jes gjuduli ma fi batniki. Unë e vërej se këtë që e kam bark, i bon seshde ati fëmis që ti e ke në bark. E vërej, lëvis diçka. Lëvis. Ca vëllëton shkelma. Hazreti Jahja, seshde. Tahijeten lehu, ama jo seshde si ne që i bëjmë Allahut, po për respekt. Sheriatet tjera ka qenë lejuar dhe kujti për respekt me i bos sejde. Ja, si Hazreti Jusufi,
Allahu Teala udhëroi prindët me vëllezërit, në fund këtë t'i bëjnë sejdë Hazreti Jusufit. Kjo s'ka qenë shirk estakfirullah, po ka qenë shenjë respekti. Sheriatin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam kjo haram. Shirk dhe bëhet vetë nëse i bësh me nijet se këtë e kom Zot estakfirullah. Mirë. Po ashtu, një sjellje e bukur nga Hazreti Isa, momentin kur lindi, Allahu Teala e tregon këtë, surën Maryam ajeti 24, i tha nanës së saj, nanës së tij, "Ella tahzani", mos u mërzit. Mos u mërzit. Fjala e parë nanës vetë tha mos u mërzit. Pse i tha mos u mërzit? Pa bab ka lind. Kush di besoj është ai kësaj? Kush di besoj se s'ka bë diçka? Profesor! Kishim një historian u bë për rahmet, Kadir Mosralla. Profesor, ja bëjta. I tefsirit. Bëjte iftira për Hazreti Merjemen, o xhamat, për Hazreti Merjemen, ja far vakti jetojmë neve. Më thanë, të shkojsh ti, të studiojsh atje, të mësojsh dinin e Allahit, e profesori i tefsirit të those, të fole njëtë si një jahudi. Njëtë si një jahudi për Hazreti Merjemen, estakfirullah. Mirë. Po ashtu edhe një sjellje e bukur, në fakt një mrekulli nga Hazreti Isa, kur ishte në djep, tha, inni Abdullahi atani el kitabe, wa ja'alani nebija. Kjo më del dë njerë në internet, janë do fëmijë shumë të lezetshëm afrikan, seria o montash ama, e lexojnë këtë para një zjarë janë bledhë, shumë e ka një me kam shumë të bukur. Inni Abdullah, unë jam robi Allahut, atani el kitabe, aja Allah ma ka dhënë mu kitabin, wa ja'alani nebija. Këtë e thot një fëmijë posa lindur. A i besojmë neve këtyne mrekullive? Elhamdulillah. Letë mendojnë ata që halasën i besojnë këtyne punëve. Tamam, nëse je ateist, inshallah një ditë besojsh. Te profesori tefsirit, profesori akides, i mohon këto gjoja. Gjipësh me te. Në kurest islamit ushqesh, e në hala flasish pa lidhje. Mirë. Surën Enbiya, ajeti 79, Allahu Teala flet për Hazreti Sulejmanin tash. Me Hazreti Sulejmanin edhe do ta mbarojmë dersin. Fa fahemnaha Sulejman wa kullan atayna hukman wa ilma. Fa fahemnaha Sulejman. Ja bëm ta kuptoje, ja bëm ta dije Hazreti Sulejmani ha atë. Çka atë? El hukume, me gjyku sipas Allahut dhe sipas sunnetit. Do thom Hazreti Daudin e ka pas bërë. Tamam. Mirë po të ndodhin do situata që Hazreti Daudit Allahu nuk ja ka tregu si duhet veproje, ja bon me dije Hazreti Sulejmanit. Ka ndodh dy raste do i tregojmë, e në inshallah me këtë mund të mbarojmë edhe dersin. Ka ndodh vaktin e Hazreti Daudit baba, Hazreti Sulejmanit djali. Dhe tregohet se i ka pas parafërsisht 8 vjet, 10 vjet, kur i ka ndodh ki rast Hazreti Sulejmanit. Thuj, në me thanë, fmi që ka lujt, moshën e të lujtmes. 7-8 vjet. Në, 35 vjet, hala. Që, si u bon pasanik të gjithë të internet kafe, pse hapen? Burat ndaj të martuar shkojnë. Hoxalar shkojnë. E në atë në qefen, veshin kaçketa, syza. Po hajë se më provocirë munja ditë re në unë shkoj. Për pak në Istanbul kem të e bëhat kapi. Habe o gjose sa njef kërkushi. Postos, mundja kjo. Elhamdulillah, për ato mos kam bet, ama mund një provokimi vogël, të të teket ajo. Sa i fort kom konë, për i të vakalzë këtin e shokve. Ato në shkollë ndeshin, këto të me zhlisit nuk kam din. Hik një lartë gjema. Tahrimen me kru është me hargju kohë, kot. Nëse dhe hargjuni kohë kot, hargjuni me gratë në shtëpi, me fëmijët. Nëse dhe lujsh, hajde, blije një PlayStation me gjallin të në të luj. Atër arsuetohet. Me gruan smerve, FIFA, s'din të luj, ajo, tamo. Ama kësi edhe të shkojmë, tjenë dëshmitare dhe qerët, që kemi ne kohë të hupim pa lidhje. Të pak të mbërem për hoxalarët flasë. Për hoxalarët. Allah i në rujt që këto men që i kemi. Në rujt më në provokojnë njërësit. Ne ja bom Hazreti Sulejmanit ta kuptoje. Çka të kuptoje? Ka pas një njeri që ka pas dhen.
dhe ky tjetri që ka pas fushë. Dhënë të këti kanë shku dhe kanë bërë shumë dam e shumë zarar në fushën e këtij tjetrit. Dhe shkojnë te Hazreti Daudi, edhe mbret, edhe pejgamber. Hazreti Daudi gjykon, ka të drejtë një pejgamber, edhe pa ardhi diçka nga Allahu të gjykoj. Ijtihad i thënë kësaj. Nëse Ebu Hanifja ka mund ta bëjë këtë, ku mbeti një pejgamber? Gjykon dhe nuk është gjyna, nuk është gabim që nuk e ka qelluar. Nëse se qellon një sevap, nëse e qellon 2 sevap. Kështu gjykon, thot ti di marrish delet, te këti japish fushën edhe kështu. Mbaron puna. Thonë se te i ke bo zarar ati, se hes meret atë qatë fush kitë zarar, te i ndreqja, te i me paret e kësaj e këtyne deleve, si dush bleni fush tjetër. Pejgamber është, nuk i përzijemi punës ati. Merë po Hazreti Sulejmani e merë vesh, kënë gjari dhe i thot, prit pak, i thot, këshu bonja ma mirë. Derisa të regulohet fusha dhe produktet mbrenda, te i dhe marish fushën, delet djapish ati qetrit. Për afërsisht 1 vjet, a bëhet? Po, për 1 vjet. Atër, për 1 vjet ndrojni pasurit, ma pa dë ktheni këtë në pasurit e veta. Hazreti Daudit kjo i pëlqeu shumë dhe me njerë pranoj. Ja Rabbi, sa Hazreti Daudi, Hazreti Sulejmani, jo ama. Ja Rabbi, në çdo ders, në çdo namaz, që këto lutje i bëj. Ne dëkund ku, greshajtim dëkund, fëmijët tonë thujnë, jo baba, si pas pejgamberit, këshu duhet, ja Rabbi, na mundëso që këtë ta shijojmë, ja Rabbi, amin, Allahumme salli ala sejna Muhammed. Që këtë ja Rabbi, që këtë e kërkëm. Pishi faj sherifit nëse s'dë marri mas një bereqet, ja Rabbi, shkaku i gjunafeve tona, barem te evlatët ta shofim bereqetin e këtij qitapit, ja Rabbi, amin. Apo thot, një rast tjetër, prap Sulejmani a.s. kur ishte një fëmi, prap në moshën kur ishte për të lujt, do me thanë me moshatarët në lagje. Rasti Merxumes, ka pas një grua, shumë e bukur në vaktin e Ben Israelit. Dhe janë vardhis 4 njerëz me pozita shumë të nalta. Po kjo i ka refuzu këtë ato. Këti në uvejnë i nati, ta pëse lexojmë në 2-3 rreshta në vejnë sikur aty për aty. Xhemat, ndodhin be këto. E kjo ndoshta 3-4 muaj, ndoshta 3-4 vjet se kanë lënë rahat atë grua. E më në fund, kur e shohin se s'ka qare, s'ka i numut për asaj, pe i natit, miren vesh me gazeta, me rrjete sociale, me mesaje, me sen, njerëzit e sherrit bëjnë çmos. Qesin një laf se kjo, gjynafja e ushqen ka një qenë, qesin laf kurse ku e diçka bëj ka me qenin. Tamam. Edhe sjellin të Hazreti Daudi. Argumentet janë aty. Montazhe, rena, nuk e di. A mund të mashtrohet një pejgamber si neve? Jo. Mirë po, atë që ja bish për para, ashtu duhet të gjykoje. Dhe gjykon në atë vakët një njeri që dhe bëjë këtë gabim të madh, këtë rizillek të madh, me një hajvan, dëshkimin e ka të ekzekutohet me gurës, me rreqëm. Si sot, si pas sheriatit Muhammed Mustafa s.a.s. Një njeri martuar helbet me bo diçka me dëni njeri tjetër pa një qah. Tu ardhë këndej, Hazreti Sulejmani e dëgjon këtë. Pra fëmi, i merë disa fëmi, këto sa ishin 4 veta. I merë 4 fëmi, e merë edhe një vajzë të vogël, fëmi këto. I vesh sikur ato 4 të mëdhejtë Benu Israelit, e në këtë e vesh si ajo femër. Do me thënë, ja të regon babës këtë skenë. Fëmi, para palatit e bon këtë. E në merë një qenë. E në vind të ashtu shtiren sikur që dhe bëjnë prapat gjykim të njëjtat gjykat. Dalin para Hazreti Daudit, ama ky tash që është në skenë është Hazreti Sulejmani fëmi. Dhe i thot, Hazreti Sulejmani tash e aktron babën e vetë Hazreti Daudin. Allahu ja ka bo me dije këtë. Dhe i merë një nga një, në qefta shto fëmi qerë. Thot, ti hes këtu, ato qerët, ju 3 qerët, rini larkë. I thot, qëfar ngjyre kishte qeni? Ki thot, ngjyrë e zesë. Qeni i zi ishte, tamam. Hajta i qetri, ama askush nuk e ngjon përgjigjen. Qeni ishte i kuq, fëmi, qeni i kuq. Nëse ne themi i kaft. Ai qetri, ngjyrë hiri, ai qetri, qeni i bardh. E në këtë sken e shef Hazreti Daudi. Dhe me njerë bëhet pishman. Thot rojtare vetë thirmin një ato, dva bëjt që këtë sprovën e njëtë. I merë një nga një në zyrë, palat, më dhomë, private.
Kur që kështu japin përgjigjet e ngatruara, urdhëron që këto 4 menjerë të vriten dhe liron atë grua të pafajshme. Shif? Ma dën tash, jarar bash, thujnë turkët. Pika se presish. Fmi, ta jep një mendim aq të bukur, ta shpëton ndoshta jetën, ta shpëton familjen, ta shpëton karrierën. Mirë. Edhe një rast tjetër ka ndodhur dhe me këtë inshallah do ta mbarojmë. Kon 3 raste nga Hazreti Sulejmani. Shif, s'kishin pas Imam Bukharia, Imam Ebu Daudash, ndoshta më tepër raste do vishin. Po caktimi i Allahut ka qenë ummeti jon, pejgamber nuk do vjen pas pejgamberit, do vinë ulema si pejgamber të Ben Israilit dhe rrujnë për zgjalli këtë din, këtë sheriat. Allahu qoftë razi për këtë ulemave që para neve i kanë shkruajtur to libra. Tash 2-3 raste sikur odin më paramendoni diçka keq Hazreti Daudin, ani. Tash caktimi i Allahut ka ndodhur në 2 raste. Prapë që kështu 2 gra kanë dalë me fëmijët e vet në mal të ecin, kjo kalon në Buhari, nuk janë pralla këto. Mirë, po mund t'i kallëzosh si pralla fëmis. Apo? Te më e bën jetën për pralla. Ani sa i thot pralla, e kallëzosh realitetin më të madh, shembullin më të madh nga pejgamberët. Janë shkolla fillore që këto pse nuk shruhen të ushtrime lexime. 2 gra me fëmijët e tyre dalin të ecin pak dhe u del një ujk përpara, njënin fëmijë e merr ujku e rëmben. Doshta edhe e mbyt. Njëna ka qenë e madhe në mosh, tjetra ka qenë shumë e re. Tash mbeti një fëmijë. Kjo e madhja thot, ty ta mori fëmin, kjo bebja jeme, fëmija jem. Ajo thot, jo e jemi, kjo thot, nuk e jemi. Tash njëna gënjen. Një fëmijë ka këtu, apo? Një islam ka këtu, o xhamat, një Kur'an, një sunnet. Një mezhep ishte këtu. Njëni gënjen kur vjen në kallzon gjëja qera në mezhep, asi fetfaja qera. Njëni ren. Shaj një Mulla Mahmut e kimi, shkojmë të ditë te Mulla Mahmuti, ki bën intervistë me atë, e lavdron, sa më shilet kamera, Mulla Mahmuti neve me mjekra. Ç'kët na thoshte Mulla Mahmuti neve? Ki nuk vend falet mbas muaj, një Mulla Mahmuta e kemi. Njëni gënjen. Ja i që e lavdron, ja unë që e lavdroj. Njëni gënjen. Unë kur shkova, të piqem kur ju bo për rahmet gruja, nana jonë është ajo, që më falni që e them këtë, erdh një hoç, halisti duhet. Shej, Mulla Mahmuti këtë e thot për mu, Mulla Mahmudi këtë e thot për mu, këto Mahmutat ndryshe folin, apo? Së ne marrë veshun këtë. Një Mulla Mahmuta e kemi beloçk. Njëni gënjen këtu. Dhe shojmë në ahiret kush gënjen. Derisa s'ka një Hazreti Sulejman dale e ta rregulloj këtë hesab. Sipas asaj tash, urnoni, merrni hoxhallarët që i ngjojni apo fjalët e këqija për mu që i ngjojni. Unë e kom argument vlla Mulla Mahmudin e Tetorës. Nëse vish edhe ti të bësh intervistë me atë, apo të vish xhenazën aty t'ja falish. Ai rahmetlia që ishte në xhenazë, ai çashtu dëshmoi për mua. Shokët që i kam pas afër janë dëshmitar. Pajtni si dojnë edhe njerëzit më të afërm të ati. Kjo nuk do të thosë se unë jam halis dhe kush. Ama i ashtu ka besu për mu. Ki qetri thot mos u falë mas ati. E be, hec më bajo më rëtë saulishte. Hajde, vazhdojmë. Sjellje e bukur. Dhe vinë tash të Hazreti Daudi alayhi salatu vesselam duhet gjykoje. Hazreti Daudi si shtan parës. Allahu Teala nëse nuk i ka dhënë diçka, mund të hapë vendimin sipas mendimit të tij dhe bën një krahasim. E shef kjo shumë e re, ndoshta s'mund të ketë fëmijë. Kjo tamam grua Alis më e madhe mund të ketë fëmijë. Ma të rejat zakonisht janë pak më rëna vetë, apo plakat janë më afër vdekjes, ma pak mund gënjejnë, apo. Që sot më duket edhe mund të nkihe sa pa ngatrua, ma Allah i hajrin në edhasht. Dhe gjykon, thot, ki fëmi është i joti, i thot gruas ma në mosh që ishte, kësaj ma të res i thot, haj për të majrë. Dalin nga palati, Hazreti Sulejmani i shef, çka ndodhi? Thot, që kjo ndodhi, kjo e vogla qanë, ma e reja qanë. Thot, ma sjell një fëmiun këtu, e një thot qerve aty në palat, ma sjell një edhe një thik. Dhe ndajmë në gjys beben, gjys më ndë marish, ti me që së në mire një vesh, gjys më ndë mirë një, ju, qerët, ti qetra. E tash trauken, a thush, halis e bon, caul e bon. Ja brun thikën, bashkur morën ta, coptojnë rojtarët, fëmin e vogël, tash kjo e reja reagoj. Mos, nuk është fëmija jem, jepja asaj.
Hazreti Sulejmani e mori beben dhe ja dha kësaj të rejes, që ja tha që këtë fjalin e fundit. U çuditën, po pse? Një nanë e vërtet është razi, mo ta ketë në shpinë e vete, mo ta ketë në duart e vete, vetëm le të jetë gjallë. Prandaj, ndonjëherë mund edhe pi fëmis, akhlaq i bukur, terbi e bukur, moral i bukur, dalin kësi mësime të shenjta. Nënat që janë në Gaze sot do ishin razi vetëm le të jenë gjallë fëmijët tonë, ku do ishin le të shkojnë le të jetin. Ja Rabi, shpëtoj, ja Rabi. Hapi dyert, ja Rabi. Mallkoj ato zullumqar. Shpëtoj muslimanët, ja Rabi. S'kemi çka të bëjmë. Vallahi s'kemi çka të bëjmë. Allahu ndihmoft atyne, edhe neve të paktën barem t'i kujtojmë në dua ato. Qetër gjë, se ndojmë Allahi na falt, si ummet na falt. E hupëm sprovën xhemal. Ktu e hupëm sprovën. Ne erdhëm këtë vakët ama çe, bota islame e hupi sprovën. Mirë, me këtë inshallah dhe mbarojmë. Javën tjetër prap do vazhdojmë me dosjelje të bukura, me do mrekullin nga pejgamberët, bile do vi edhe Hazreti Musa, Hazreti Ibrahimi, e kështu me radhë. Wa akhiru da'wana enil hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.